Të nderuar gazetar, të dashur qytetar, Komisionere Kos, mirë se erdhët në Prishtinë në vizitën tuaj të parë në Kosovë që nga marrja e mandatit. Me Komisionerën Kos patëm një takim të produktiv dhe drejt për drejt dhe më lejoni që të ndaj me ju temat dhe mesazhet kryesore. Me Komisionerën Kos kemi ndarë progresin që ka bërë Kosova në vitet e fundit në avancimin e demokracisë dhe të rritjes ekonomike, si dhe në kapitujt e antarësimit. Në 6 vitet e fundit kemi avancuar 28 vende në indeksin e perceptimit korrupsionit, ndërkohë që këtë vit avancuam 15 pozita në indeksin e lirisë së medjave. Jemi të tretët në mesin e 15 shteteve të Evropës juglindore dhe të dytët në mesin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për avancim sundimin e ligjit. Ekonomia jonë ka shënuar rritje vazhdimisht dhe është stabile në progres me ngritje prej 4% të brutoproduktit vendor. Ndajmë vlerat përbashkëta me Bashkimin Evropian dhe jemi plotësisht të rreshtuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s. E kemi dënuar agresionin rus në Ukrainë në termat më të ashpër, kemi ofruar mbështetje ushtarake dhe humanitare për Ukrainën, kemi ofruar strehim për gazetarët Ukrainas dhe jemi bashkuar të gjitha sanksioneve kundër Federatës Ruse. Kemi ratifikuar marrëveshjet e planit të rritjes, e miratuam edhe vendimin për sistemin e zbatimit, dhe me 16 prill filluam të marrim parafinancimin në vlerë prej 61.8 milion euro. 6 hapa reformave janë konfirmuar nga Komisioni Evropian dhe presim hapa të mëtejshëm deri në afatin e qershorit. Megjithë këto, mungesa e kuvendit funksional gjatë vitit që shkoi, por edhe tani, ka bërë që disa reformat vënohen e tashmë po rrezikohen edhe për afatin e qershorit. Jemi duke punuar maksimalisht për të minimizuar ndikimin reforma që po shkakton blokada në kuvend. Në vitet e fundit, Kosova ka avancuar në përgatitjen shumë kapituj, kemi shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes, në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë. Po ashtu nga progresi i kufizuar në progres të theksuar kemi kaluar në 18 kapituj dhe nga progresi i theksuar në progres të mirë në 5 kapituj të tjerë. Pra kemi përparim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm. Kemi kuadrin kushtetues më të avancuar për të drejtat e pakicave në rajon, raporti i Këshillit të Evropës për vlerësimin e aplikimit ton për antarësim thekson se kuadri ligjor i Kosovës në rastin e kushtetutës shkon edhe përtej standardeve ndërkombëtare. Kemi marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, gëzojmë liberalizimin e vizave që nga 1 janari 2024, jemi pjesë e tregut të përbashkët rajonal dhe planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, si dhe jemi pjesë e instrumenteve të parantarësimit të Bashkimit Evropian, për çfarë e falenderova Komisionerën Kos. Me Komisionerën Marta Kos kemi ngritur edhe çështjen e statusit kandidat dhe të hapjes së negociatave. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrir i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultojë me avancimin e merituar të Kosovës. Mbështetja publike për Bashkimin Evropian për antarësimin në BE qëndron vazhdimisht rreth 90% në vendin tonë dhe është ndër më të lartat nga të gjitha vendet kandidate. Jemi të vetëdijshëm për sfidat që ekzistojnë, por kërkohet unitet në angazhim. Gjetja unitetit brenda Bashkimit Evropian për të marrë vendime karshi Kosovës është detyrë e përbashkët. Sigurisht që ne po punojmë me shtetet anëtare, por kërkohet që edhe institucionet e Bashkimit Evropian të shtyjnë këtë unitet përpara.
Zgjerimi është mjeti më i suksesshëm i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Vakumi që lën Bashkimi Evropian po synohet që të mbushet nga akterë të tjerë dashakçi, të cilët i minojnë vlerat e Bashkimit Evropian dhe rrezikojnë sigurinë tonë të përbashkët. Prandaj është përgjegjësia e gjithë neve që Kosova të avancojë në procesin e integrimit. Biseduam edhe për bashkëpunimin rajonal. Çelësi kryesor për bashkëpunim të suksesshëm rajonal është fqinjësia e mirë evropiane. Kosova ka përjetuar 2 sulme terroriste në 3 vitet e fundit, në Banjsk me 24 shtator 2023 dhe në kanalin Iber-Lepens në infrastrukturë kritike me 29 nëntor 2024, që të dyja këto të dirigjuara e financuara nga fqinji ynë verior. Llogaridhënia për këto sulme është thelbësore, pasi pa llogaridhënie rreziku ndaj sigurisë sonë mbetet i lartë. E kemi një fqinj agresor agresiv që të sulmon në vend se të bashkëpunoj. Kjo është sfidë sa për sigurinë, po aq edhe për bashkëpunimin rajonal. Megjithatë, ne jemi proaktiv dhe kemi kontribuar në integrimin ekonomik të rajonit. Në CEFTA, në përfaqësimin tonë direkt për herë të parë, e kryesuam me sukses, ndërkohë që edhe kaluam të gjitha protokollet e mbetura në kuvend. Kemi 5 marrëveshje që kemi nënshkruar në proces Berlinit, i cili tashmë është i lidhur ngushtë me tregun e përbashkët rajonal. Ato marrëveshje duhen zbatuar. Bosnia dhe Hercegovina, siç e dini, ende nuk ka hequr vizat për Kosovën, ndërkohë që Serbia po mban të bllokuar marrëveshjen për njohjen e diplomave, e cila është në përputhje të plotë me standardet dhe me direktivat e Bashkimit Evropian. Pak ditë më parë festuam 9 majin, ditën e Evropës. Bashkimi Evropian është projekti paqes dhe i prosperitetit. Është më i madhi e më i suksesshëm projekt i këtillë në Evropë që nga lufta e dytë botërore, dhe Kosova ka përfituar nga Bashkimi Evropian, për çfarë ne jemi thellësisht mirënjohës. Ne jemi gjithashtu falënderues për mbështetjen e Bashkimit Evropian, të cilin e kemi partner strategjik dhe njëherë është donatorin më të madh. Që nga viti 1999, kur u çliruam, Bashkimi Evropian ka investuar në Kosovë mbi 3.7 miliard euro. Kemi bërë progres në shtylla themelore dhe kjo jemi të bindur që meriton të njihet nga Bashkimi Evropian në kontekst të zgjerimit. Nuk po kërkojmë as rrugë të shkurtra, as derë të pasme, vetëm proces meritor. Ju faleminderit. For welcoming me here in Pristina today. I'm very happy to be here with you. There are many reasons why, when I'm saying we are at a critical juncture today. One is you are before the elections. The second one is also that when we have been speaking about the enlargement process today from the bigger picture. What we are experiencing today in the enlargement process is the advancement, and for the first time after the last enlargement in 2013 in Croatia, there are real prospects that we will, in the next years, get new member states. And this process of accession has been pushed forward also because of the security angle. And when we have been discussing the role of Kosovo in this, there cannot be no security in Europe without Kosovo. Kosovo is an integral part of a bigger picture why enlargement today is much, much more than just the enlargement. It is taking care about the security in Europe, we all together, through regional cooperation you have mentioned, and of course also through the integration in the European Union. So one of the biggest tasks is taking care of much stronger integration of Kosovo in the European Union. My very clear call on this trip is also to ask all political actors here to find a way to bring stability back to the
public administration in Kosovo. It will be good that you get the stable institutional functioning, and as we see it in Brussels, 2026 can be the year Kosovo finds EU opportunities once again, and I have a promise to Mr. Kurti, then once you will have all the institutions after the elections, I will come back. And then we will discuss many topics important for Kosovo, but also important for the European Union. It is important that once your new assembly is formed, political leaders in Kosovo come together and succeed in forming all government institutions and electing a new president in the spirit of compromise, and to end this long period of institutional deadlock. There is a credible European perspective of Kosovo. We in the European Union, and me personally especially, are eager to intensify the level of work with you again. That's why these institutions being in place, fully fledged, is so important. And as we have seen, the people of Kosovo want to stay on the path of European integration. The Eurobarometer study, which came out last week, shows that 88% of people in Kosovo said they are optimistic about the future of the EU, and this is overwhelming support, and I thank you in the name of the European Commission to the citizens, to the people of Kosovo, to stay firm on the European path. This is not only important for your country, this is important for the whole European Union. Thank you for this. But many important reforms have been stagnating because of renewed elections, and Kosovo needs to urgently catch up on EU-related priorities. For this, Kosovo needs stable institutions and effective governance. The inclusive conduct of the local elections in autumn last year, congratulations, and the orderly handover of local governance in the North municipalities allowed us to lift the EU measures vis-à-vis Kosovo. When Kosovo delivers, EU delivers too. Accordingly, the Commission is releasing a total of 425 million euro in pre-accession funding, and we are engaging with our Kosovo counterparts, with the government, to discuss pending reforms and how to accelerate the work on EU-related files. I'm also pleased that last Assembly ratified the EU growth plan related agreements back in February. The Commission subsequently released the pre-financing in mid-April, amounting to close to 62 million euro. To reap the benefits of the full, so the whole package from the growth plan is 880 million available. Kosovo needs a really fully fledged government, solid assembly, and a clear president in place. You will only be able to get these funds if you deliver the reforms, and this is why I'm believing that this year could be another turning point in our relations. Getting this money, it is crucial not for the government, it is mostly for the people. It will improve the rule of law, modernize Kosovo's public administration. It will also support improved education outcomes, create a better business environment, and help accelerate the digital and green transition in Kosovo. And the growth plan also could bring other opportunities for people in Kosovo. We've been talking how there is small steps needed for Kosovo to join European Europe single payment area and extending the Rome like at home to Kosovo. Looking to the future, advancing on Kosovo's EU aspirations also requires constructive engagement in dialogue with Serbia. We have been discussing this too. This includes the need to resolve all issues related to Serbia-run institutions in an inclusive manner in consultations with the Kosovo Serb community as in the framework of the EU-facilitated dialogue. The March 14 agreement, really congratulations, you've been able to reach this agreement, must be fully implemented in good faith. While I'm here, I'm also pleased to meet the representatives of Kosovo civil society, and I will meet a group of women leaders from different areas
discussing the enlargement processes. And I'm looking forward, coming from this area, I know there are many, many strong women here in Kosovo since decades. So my personal wish is also to engage with them more. Mr. Prime Minister, my team knows, no man can attend this lunch, so I can't invite you to this meeting, but I know that you are a strong supporter of women too. If I finish, Kosovo has really done a lot in the latest period, and it can be done more, and Kosovo and the European Union share this common destiny. We can't think of Europe without Kosovo, and I'm happy that I have got the assurance that Kosovo is firm on the European path. I want to assure that the European Union remains committed to Kosovo's European future. Dear Mr. Prime Minister, I'm happy that you will come to the EU West Balkan Summit, which will be on June 5th in Tivat in Montenegro, to show your commitment and the commitment of your country on the European path. Thank you for this. Thank you, Besnik Tahiri, Klan Kosova. Madam Commissioner, I have two questions for you. The first one is, can you explain to us the really perspective of Kosovo to become a member of European Union? Is this perspective bleak or is more prosperous? Because you are mentioning some years about Albania and Montenegro becoming EU members like 2030, but how about Kosovo, maybe 2040 or less than that? And the second question is the European Union going to condition Serbia with its path to the EU with a judiciary process for the people who conducted the attack in Banjska? Or you're going to ask them maybe to extradite the main persons who did that in Kosovo? Thank you. Regarding first question, of course, there is a place for Kosovo in the European Union in the accession process. We usually don't work with dates, but also the advancement and the way is important. The more successful Kosovo will be in delivering the reforms, the more successful Kosovo will be in the Pristina-Belgrade dialogue, the highest are the chances that we will be able to start the negotiations, the real negotiations. So this is political part. Outside of the political scope, it is also important to engage with the member states. As you know, the accession process, one part is technical negotiations, the other part has to do with the political dynamic in the member states. And my call to action to every candidate country is also to engage with the member states, and then this can happen. So I can't give you the year, but I'm 100% sure, and I will work tirelessly on the goal of bringing Kosovo closer and closer to the European Union. Regarding Serbia and the commitments they have been done in the past, this is a very important part of the Serbian way into the European Union. This is the commitment, Banjska commitment from the non-paper from November 2024, and of course we expect that this will be implemented. Antigoni Sufi, gazetare në Kallza.com. Kam një pyetje për komisionerën Kos dhe një për kryeministrin Kurti. Komisionere, nëse Kosova nuk arrin me I miratu reforma deri më 30 qershor 2026, a ka mundësi me u negociu mas andaj? Më parasysh që Kosova është në proces zgjedhor, gjasat janë që kuvendi mos me u formu deri më 30 qershor, a ka gjasa me u negociu për këtë çështje? Ndërsa pyetja për kryeministrin është, kryeministër, para takimit të SH-s së ministrave të jashtëm në Bruksel, shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas tha se është dakorduar për një takim të nivelit të lartë për dialogun Kosovë-Serbi,
tha që është dakorduar nga dy palët, edhe nga Kosova dhe nga Serbia, por është shtyr nga procesi zgjedhor. A jeni dakorduar që të shkoni në një takim për dialogun, duke marrë parasysh që vazhdimisht keni thënë që janë 3 parakushte për me rifillu dialogun. Faleminderit. Regarding the first question, so this growth plan is based on a special financial instruments with the clear rules. And the rules are, if your country, Kosovo, is delivering the reforms, you can get the payments. I'm very happy that during those elections and interim elections time, your Parliament has been able to ratify 2 important agreements which have given us the possibility to do the prepayments of more than 60 million. Now we are in the preparation to pay the first disbursement. Unluckily, the instrument ends with the present budget of the European Union at the end of 27. So the only way that Kosovo will be able to get the money is delivering on the reforms. But we also have a grace period, and soon the first grace periods will be over. So also my call to action today has been not just to the Prime Minister Kurti, but also to the chief negotiator or leader of the growth plan. Please do whatever it is possible. It would be a pity that the citizens of Kosovo could not enjoy the fruits of those payments. Së pari, ato 3 masat për mirëbesim që I kemi prezentuar ne, qëndrojnë për shkak se ende nuk është plotësuar asnjëra. Së pari, Milan Radojčić duhet t'ju dorëzohet autoritetet të Kosovës, ku dihet që e ka aktakuzën prej 160 faqesh bashkë me 44 paramilitarët e tjerë terroristë, të cilët na e vranë rrështerin policor Afrim Bunjakun, herojin e Kosovës. Dhe jo vetëm që Milan Radojčić tash gati 2 vjet e 8 muaj është në liri në Serbi, por aja është edhe aktiv në politikë. Dhe ka raporte të shumta të mediave në Serbi dhe ndërkombëtare se aja është pjesë e projektit për ta shkatërruar opozitën demokratike dhe në anën tjetër vazhdon me kërcënimet ndaj serbëve të Kosovës. Së dyti, ne kërkojmë që ajo letra të cilën e ka lexuar para 27-shës së Bashkimit Evropian dhe e ka dorëzuar ish kryeministria dhe tash kryetaria e Kuvendit Ana Brnabić, ku thotë që nuk e respekton integritetin territorial të Kosovës, të tërhiqet. Nuk mund të kemi normalizim të marrëdhënieve nëse shkelet marrëveshja bazike që e kemi bërë ndonse nuk e kanë nënshkruar dhe nëse I thua fqinjit tonë që s'ta respektoj integritetin territorial. Dhe e treta, mos harroni që Qeveria e Republikës Kosovës ka qenë aktive, kreative dhe konstruktive në dialogun e Brukselit, me qëra ne vazhdimisht kemi shkuar me propozime. Nëse mbani mend, prej vitit 2021, unë në Bruksel shkoj me propozime. Dhe në fund e arritëm një marrëveshje në shkurtin dhe marsin e vitit 2023, së pari në Bruksel e pastaj edhe aneksin e zbatimit në Ohër, dhe unë vazhdoj të insistoj që ajo du të nënshkruhet. Sepse nënshkrimi I marrëveshjes nga liderët paraqet edhe kredibilitet të besueshmërisë së procesit, por edhe besueshmëri midis palëve. Prandaj këto 3 masë të mirëbesimit për të vazhduar dialogu, ndërkohë që ne kemi edhe marrëveshje, qëndrojnë edhe më tutje. Dhe kemi një asimetri të theksuar, do thosha, në njërin anë e keni Republikën e Kosovës, e cila me buxhetin për vitin 2026 ju kanë ndarë komunave me shumicë serbe, shuma të konsiderueshme, të cilat janë më të larta se sa mesatarja e komunave të përgjithshme në Kosovë, dhe kjo vjen nga arkitektura e kushtetueshmërisë sonë që është bërë nga ish presidenti finlandez Marti Ahtisaari si emisar special I Kombeve të Bashkuara, dhe buxheti shtetëror vjetor për komuna
për kokë banori, mesatarisht në Kosovë është 556 euro. Ndërka që për komunat me shumicë serbe është 1129 euro, pra 2 fish. Vetëm shikojeni kontrastin me sjelljen e Serbisë ndaj Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, ku bën pasivizimin e adresave dhe nuk na lejon neve t'ju japim mjete për tekste shkollore, bursa studentëve e mbështetje fermerëve. Ose tjetra, nga viti 2023, 568 diploma janë lëshuar nga Universiteti në Mitrovicën Veriore, të cilët janë verifikuar nga ne, nuk janë legalizuar, janë verifikuar në mënyrë që ata studentë që diplomojnë atje të mos ngelen jashtë tregut punës në Kosovë. Gjithsej, nga viti 2016 deri në vitin 2021 kanë qenë 1752 verifikime të tilla. Dhe ju e dini që diplomat nga Kosova nuk njihen në Preshev, Medvegjë dhe Bujanovc, gjë që kontribon në dëbimin e tyre prej këtyre komunave në jug të fësinjit tonë verior. Pastaj, sa i përket rekrutimit të kadetëve policor. Në 3 vitet e fundit, 11% të kadetëve të rinj policor janë të komuniteteve jo shumicë. Prej tyre rreth 200 serb të rinj. Ndërkohë, në konkursin e fundit në Serbi, prej 30 kadetëve policor, asnjë shqiptar. Pra, kemi asimetri të theksuara dhe besojmë që kjo duhet të ndryshohet. Dhe e fundit, por jo për ngarëtësia si shtuhet, Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovic, 25% studentëve të vet i ka nga komunitetet jo shumicë, e shumica e tyre janë serb. Pra, ne jemi për të drejtët e pakicave, ne jemi për të drejtët e njerëzit, sepse këto janë thelbësore për demokracinë, por në anën tjetër kërkojmë edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian që të drejtët e pakicave dhe drejtët e njerëzit edhe në Serbi të respektohen në mënyrë që të kemi parafërsisht një lloj simetrie në të dy anët. Por sa i përket dialogut që organizohet nga Brukseli, edhe njerë po e theksoj, ne kemi qenë dhe do të jemi aktiv, kreativ dhe konstruktiv, por presim që këto 3 masa të mirëbesimit të zbatohen para se të konstituohen institucionet e legjislaturës së 11 që del nga zgjedhjet e 7 qershorit. Në Republikën e Kosovës nuk mund të ketë asnjë individ dhe asnjë grup që sfidon suksesshëm shtetin. E shteti është tërësia e ligjeve. Ligji i drejtë i Republikës na bën bashkë si shoqëri, sepse na barazon para tij, e jo si dikur që na ndonte në të pambrojtur e të paprekshëm. Në lokalin në Skënderaj, në të cilën është rrohur e përgjakur zëvendës ministri në Ministrinë e Financave Hysni Mehani, njëkohësisht edhe kryetari i qendrës së vetëvendosjes atje, njëkohësisht edhe kandidat për deputet për legjislaturën e 11, ka kamera dhe ka shumë dëshmitar. Me çmora vesh 2 veta janë arrestuar. Për përshtypjen time, reagimi edhe i policisë edhe i prokurorisë ka qenë i vënuar. Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur më pastaj në orët e pas mesnatës, por e di që reagimi është dashur të jetë shumë më i shpejtë. Ju e dini që aktivistët e vetëvendosjes për statusen në Facebook janë dënuar ka 1 vit e gjysmë burg. Ta shohim tash prokuroria për ata që marrin gotë edhe për gjakin zëvendës ministra, çfarë dëshkimi do të kërkoj dhe çfarë dënimi do jap gjyqësori.